Ryan ul në divan me të bien dhe me butësi e dashuri shikoi vajzën e tij të mbështjellë tërësisht me një batanije. Ajo duhet të zgjojë herët për të përgatitur për shkollë, por ai vendosi ta linte të flinte dhe 5 minuta të tjera. Në tavolinën pranë krevatit të saj kishte një foto familjare me nënën, babain dhe vajzën e vogël të lumtur dhe të qeshur. Ryan i shikoi atë me trishtim. Ai e mbante mend qartë atë ditë. Ishte udhëtimi i tyre i fundit së bashku. Gruaja e tij kishte sugjeruar të bënin një piknik në një park të bukur në anën tjetër të qytetit. Ryan u ankua gjatë gjithë rrugës, pasi kishin ngecur në një bllokim të tmerrshëm trafiku. A nuk ishte një vend tjetër më të afërt për të zgjedhur? Pyeti ai gruan e tij pa kënaqur ndërsa ngjiste makinën. Jo, duhet të shkonim në anën tjetër të qytetit. Çfarë ka të keqe me parkun disa blloqe më tutje? Tha Ryan pa u qetësuar. Pusho sa ankuari. Është shumë i bukur atje, do ta shohësh, tha ajo duke shikuar me butësi. Ka dhe një liçen me mjelma, Lili do të jetë në ekstaz. Dita ishte mrekullueshme. Ata kaluan një kohë të manitshme. Ryan madje pranoi të bënte një foto, edhe pse nuk i pëlqente dhe zakonisht i shmangej. Një muaj më vonë, gruaja e tij u sëmu rënd. Kanceri ishte fshehur deri në fund dhe kur u zbulua, ishte tepër vonë. Sëmundja e konsumoi atë brenda pak muajsh. Nga gruaja e tij e dashur kishin mbetur vetëm kujtime dhe disa albume fotografish që ajo i donte të krijonte. E bija e mbajti Ryanin që të mos shembi tërësisht. Lili ishte rreth 3 vjeç atëherë. Nëna e Ryan, Grace, erdhi për të ndihmuar. Ajo ndihmoi me gjithçka. Tani Lili ishte gati 7 vjeç dhe ishte viti i saj i parë në shkollë. Koha të zgjohesh karkalec, tha Ryan duke dalë nga kujtimet dhe duke puthur butësisht të bie në kokë. Ai gjithmonë e quante Lilin karkalec në shtëpi për shkak të energjisë dhe shqetësimit të saj, dhe për faktin që gjithmonë vraponte dhe hidhej kudo që ndodhej. Mirë babi, po ngrihem, u përgjigj ajo. Ajo doli ngadalë nga krevati dhe shkoi në banjë. Nxito karkalec, mëngjesi është në tavolinë dhe gjyshja po vjen, tha ai. Për fat Grace jetonte vetëm disa blloqe larg, kështu që gjithmonë e çonte Lilin në shkollë, e merrte pas shkolle dhe kujdese për të derisa Ryan kthehej nga puna. Kohët e fundit, Ryan filloi të vinte re se Lili, gjithmonë e buzëqeshur dhe energjike, duke e trishtuar, e menduar dhe zgjohej për shkollë pa entuziazëm. Ai e pyeti disa herë nëse gjithçka ishte në rregull në shkollë, nëse ndonjë shok klase i sillej keq, por ai thoshte se gjithçka ishte mirë dhe të mos shqetësohej. Zile e derës ra, Grace kishte ardhur. Ryan kaloi në përguzhin dhe i tha nënës së tij se ishte i shqetësuar për Lilin. Lëre, mos u shqetëso, ajo sapo ka filluar shkollën dhe po përshtatet. Kam takuar mësuesen e saj, zonjën Moore, dhe është një mësuese me përvojë. Është e rreptë dhe kërkuese, sigurisht, por disiplina do të jetë mirë për Lilin sepse ti e ke llastuar, i tha Grace të birit. Ryan mendoi se ndoshta nuk duhet të shqetësohej. Grace ndoshta kishte të drejtë dhe Lili thjesht kishte nevojë për kohë. E bija po rritej dhe nuk do të ishte gjithmonë karkaleci i vogël i zën. Pak më i qetësuar, Ryan shkoi në punë në dyqanin e makinave. Ai ishte një mekanik i mirë dhe respektoi nga kolegët e klientët dhe kishte një marrëdhënie të shkëlqyer me shefin e tij. Pas një dite tjetër të vështirë në punë, Ryan shkoi në shtëpi. Moti u përkeqësua me era të forta dhe shi. Për makinës së tij ai vuri re një grua të re në anën tjetër të rrugës që përpiqej të mbante ombrellën e saj, e cila po lëkunte nga era. Një erë forte rrëmbeu nga dora dhe e çoi përtej rrugës. Gruaja e mërzitur vrapoi pas saj. Ryan vrapoi për ta ndihmuar. Kështu takoi Caitlin. Ajo punonte në një dyqan në cep. Caitlin ishte një brunë e bukur dhe në formë me sy kaf. Ryan i ofroi ta çonte në shtëpi dhe ajo, edhe pse pak e kujdesshme, pranoi. Ata patën një bisedë të këndshme gjatë rrugës për në shtëpi, dhe Ryan vuri re se për herë të parë pas vdekjes së gruas së tij, biseda me një grua ishte e këndshme dhe interesante. Pasuar një seri takimesh, ata shijonin kohës së bashku, gjithmonë kishin diçka për të folur dhe pas disa muajsh, Caitlin filloi t'i përmendte Ryanit se kishte ardhur koha të ndalonin takimet. Ishin të rritur dhe kishte ardhur koha të legjitimonin marrëdhënien e tyre. Ryan nuk ishte kundër, por as nuk pajtoi plotësisht. Nuk mund ta kuptonte plotësisht se si ndihej për Caitlin. Gjatë kohës që dilnin, ajo kur nuk pyeti për të bien e Ryanit dhe nuk e shtynte për ta takuar, për të çuar marrëdhënien në një nivel tjetër. Caitlin e ftoi Ryanin për darkë në shtëpi për të takuar nënën e saj.
Nëna e Ketlin punonte në një shkollë dhe la një përshtypje të shkëlqyer si një grua e mirë dhe ëmbël. Ajo vazhdimisht i tregonte Ryanit për meritat e të bijes, lartësonte darkën që Ketlin kishte përgatitur dhe kujdesej mirë për Ryanin. Kur u kthye vonë në shtëpi, Ryan vuri re se drita në dhomën e Lilit ishte ndezur, trokiti dhe hyri dhe befas pa karkalecin e tij të vogël që nuk flinte. Ajo ishte ulur në tavolinën e saj me një fletore, duke u përpjekur të bënte diçka me gishtërinë e saj të vegjël. "Karkalec, pse nuk po fle?" pyeti Ryan. Lili ngriti shikimin nga fletoria. Kur e je pa, Ryan ndjeu diçka që i rëndoi gjoksin. Lili duke i zbejtë, e raskapitur dhe e mjerueshme. "Po bëj detyrën e shtëpisë, do të shkojmë të flejmë," tha ajo me një përshpërim të lehtë. "Punë shtëpie? E çuditshme, kjo është hera e parë që dëgjoj se Lili ka punë shtëpie," mendoi Ryan, por qëndroi heshtur. "Mirë, do të pres, pastaj do të lexoj një libër," tha ai duke e puthur në kokë. "Mirë, babi," tha Lili duke buzëqeshur paksa. Ryan nuk mund ta ishte Lili nga mendja të nesërmen. Ai mendonte se diçka po ndodhte me të bien që e bënte të trishtuar dhe të mjerueshme. Ryan i kërkoi shefit të tij nëse mund ta merrte Lili nga shkolla. Ai donte të takonte mësuesin e saj dhe të shinte nëse gjithçka ishte në rregull me Lilin në shkollë. Ai arriti atje herët para se të mbaronte mësimi. Ryan shkoi qete dera e klasës së Lilit dhe filloi të dëgjojë. Ajo që dëgjoi e troditi. Mësuesja me përvojë, të cilën ngrise lavdëronte, ishte vrazhd me fëmijët. U thoshte se ishin budallëj dhe se kungujt në fush mund të ishin më të zgjuar se ata. Ryan donte të trokiste, por zilja ra dhe fëmijët filluan të vraponin jashtë. Lili nuk ishte aty. Ryan u nis të hynte, por dëgjoi zërin e irrituar të zonjës Moore duke thënë: "Lili, kam punuar si mësuese për shumë vite dhe kam parë shumë nxënës, por ti je një nga më të dobtit. Prindrit e tu duhet të dërgojnë në një shkollë për fëmijë që janë të ngadalt." Ryan me ziu përmbajt, i kuq nga zemërimi. Donte të hynte, por në atë moment Lili vrapoi jashtë. Ajo përplas me një burr dhe ngriti syt. Fytyra e saj ishte me sytë e mbushur me lot. Ryan ndigjej nga brenda. Babi, je këtu," tha ajo e gëzuar pavarësisht lotëve. Ai e mori në krah dhe e mbajti fort. Në atë moment zonja Moore doli dhe pati diçka tjetër për t'u habitur. Mësuesja e Lilit ishte nëna e Ketlin. Kur pak u shishte përpara saj, zonja Moore buzëqeshi dhe pse e skuqur nga turpi dhe filloi të bënte diçka me duart e saj, pa mundur ta shikonte Ryanin në sy. "Përshëndetje zonja Moore, duket sikur jeni takuar tashmë me bien time," tha Ryan me zemërim. "Zoti Wilson, çfarë surprize papritur. Duket se ju jeni baba i Lilit. Duhet të jeni me fat," tha ajo duke mbledhur gjithë energjinë për të buzëqeshur dhe për t'u sjellë sikur nuk ishte ndodhur asgjë. "Fat mendoni?" "Po mendoj se keni të drejtë. Po të mos ishte për të bien, do të kisha lidhur fatin tim me familjen tuaj. Dhe po, shpresoj se e dini, do t'i tregoj drejtorit për metodat tuaja të mësimdhënies." Ryan e uli Lilin, i fshiu lotët dhe i tha butësisht: "Mirë, Karkalec, le të shkojmë në shtëpi." Zonja Moore tha diçka dhe u përpoq të justifikoj, por Ryan dhe Lili nuk po dëgjonin. Pas kësaj, ai nuk e pa më Ketlin. Ryan vuri re se kjo nuk e shqetësoi as pak. Ai shijonte shoqërinë e saj, por nuk ndjete më asgjë për të. Lili u transferua në një klasë tjetër. Ajo ndryshoi 180 gradë. Ishte sërish e lumtur dhe kishte energjinë e Karkalecit. Ajo mund të bënte të gjitha detyrat e saj. Të gjitha problemet e saj vinin nga frika ndaj mësueses. Lili bëri një shoqe të mirë në klasë, e cila quhej Suzy. Lili fliste gjithmonë për babain dhe gjyshen e saj. Një ditë duke u kthyer nga dyqani ushqimeve, Ryan dhe Lili kaluan pranë një sheshi lojrave. "Suzy, është Suzy," bërtiti Lili e lumtur dhe vrapoi drejt sheshit të lojrave. Ryan vrapoi pas saj. "Përshëndetje, a jeni baba i Lilit?" e pyeti një grua Ryan. "Unë jam Alice, nëna e Suzit. Gëzojmë që u njohëm." "Lili më ka treguar shumë për ju," u përgjigj ai zëngusht. Ndërsa vajzat luanin, Ryan dhe Alice ulën në një stol dhe filluan të bisedonin. Ryan mësoi se ajo kishte ardhur në qytet pas divorcit dhe se jetonte pikërisht ngjitur. Dëshiron ndonjë akullore, unë dhe Lili blejmë shumë, mund ta ndajmë. Ishte një ditë e mrekullueshme. Pas atij takimi, Ryan dhe Alice vazhduan të takoheshin me fëmijët e tyre në sheshin e lojrave. Një vit më vonë, ata u martuan dhe Lili dhe Suzy me krenari quajnë njëra tjetrën motër.